Të sa kohë është ngritë kjo qendra? Qendra, si qendra grumbulluese e Albinit, funksionon që 8 vite, po që 2 vite dhe mbrapa i kemi rritë, kemi bo hapësina më të mëdha. Me investimet e Komisionit Evropian? Me investimet e Kuvendit Komunal dhe Komisionit Evropian. Do të thotë? Po, do të thotë vitin e kaluar kemi bashkëpunim me Kuvendin Komunal, bashkë këtë qendër këtu ku jemi. Keni participuar me mjetë ju? Ne s'kemi participuar, ka participuar në këtë qendër komuna, Kuvendi Komunal dhe ka participuar Komisioni Evropian. Sa ka kushtu ngritja ati? Po ngritja tina ka kushtuar dikun për afërsisht rreth 400.000 euro. Është në frimin e bashkëpunimit edhe me Koperus. Keni Koperus tu? Kemi edhe Koperus. Vazhdimisht kemi Koperus. Deri tash, cila është sasia e perimeve të grumbulluara? Deri tash, deri në qëtë vit, sasia e grumbulluar është dikun rreth 80 ton. 80 ton. Jemi tash në fillim shtatorit, ndërka që deri në fund? Deri në fund vitit menojmë që me arrit dikun rreth 400 ton. Ku shkojnë këto perime? Kryesisht perimet kanë synim tregun evropian, Suedin, Gjermanin, Francën. A janë konsumatorët edhe suedest, apo janë vetëm qytetarët, a diaspora jonë? Pjesërisht janë kosovarët, edhe muslimanët ku shahan specin e djegës, po vazhdimisht janë të i kërkuar edhe ata. Edhe suedest, do të thotë, janë iftarë dhe ata kanë pa cilësi. Vazhdimisht e kanë pa cilësinë edhe shijen e mirë, edhe ata kanë të vënë Kosovë. Apo keni vështirësi kufitar, procedura administrative, diçka kontrolle? Për këtë procedurave doganore, shpeditacionit, nuk kemi vështirësi heq. Dogana e ka lehtësuar punën e eksportit, rregullohen dokumentat, mbyllet kamioni, direkt shkon në trak. Do të thotë perimet ta kontrollojnë këtu, po organet e suedisht ta zëma i kontrollojnë. Perimet e bojnë në pikë spari, perimeve tona e bojmë analizën në Avuk. Avuku vjen, inspektorët e Avukut vinë, e kontrollojnë mollin, e bojnë certifikatën fitosanitare, edhe gjithçka shkon në mënyrë të rregullt. Po ata e kontrollojnë diçka, bojnë fare analizë. E kontrollojnë. Suedest po, gjithsesi. Këshyrin a kanë përbërje kimike, toksike? Vetjet kreti këshyrin ata kanë bërë analiza disa herë, edhe atje, edhe në kufit parë të Maxarit, Hungarisë, gjithçka ka rezultuar në rregull. Deri sa temperaturën e përballojnë, duhet truhet perimi këtu? Perimet ruhen për afërsisht prej 7 deri 9 gradë, 12 gradë, mbarësisht prej perimit. A është import? Frigoriferi, a është flladiçi këtu, a është import apo është prodhim vendor? Sa i përket këtu në pajisje ftuese janë prodhime vendore të osa të termosistemit Ravec. A i kënaqur me pajisje? Po jemi të kënaqur, në cilësi edhe në mirëmbajtje, janë afër në Ravec, nëse kemë të lashe prishje, ata gjatë ditës vinë e rregullojnë, edhe e mbajnë mirëmbajtjen ashtu si duhet. Edhe kësaj përket arka vjen prodhime vendore, edhe këto. Gjithçka vendore është zinxhir vendore.